Rregullatori kibernetik i Kinës lështoi të shtunën projekt rregulla për komente publike që do shtrëngojnë mbikëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës artificiale të dizajnuara për të stimuluar personalitetin njerëzore dhe për të angazhuar përdoruesit në ndërveprim emocional. Ky veprim nënvizon përpjekjen e Pekinit për të formësuar përhapjen e shpejtë e inteligjencës artificiale të orientuar drejt konsumatorit, duke forcuar kërkesat e sigurisë dhe etike. Rregullat e propozuara do të zbatohen për produktet dhe shërbimet e inteligjencës artificiale të ofruara publikut në Kinë, që paraqesin tipare të personalitetit njerëzor të stimuluara, modele të menduarit dhe stile komunikimi dhe bashkëveprime emocionale me përdoruesit përmes tekstit, imazheve, audios, videos ose mjeteve të tjera. Sipas propozimit, ofruesit e shërbimeve do duhet të marrin përsipër përgjegjësitë e sigurimit gjatë gjithë ciklit jetësor të produktit dhe të krijojnë sisteme për shqyrtimin e algoritmeve, sigurinë e të dhënave dhe mbrojtjen e informacionit personal. Drafti gjithashtu synon rreziqet e mundshme psikologjike. Ofruesit e shërbimeve pritet të identifikojnë gjendjet e përdoruesve dhe të vlerësojnë emocionet e përdoruesve dhe nivelin e varësisë së tyre nga shërbimi. Nëse zbulohet se përdoruesit shfaqin emocione ekstreme ose sjellje varësie, ofruesit e shërbimeve duhet të marrin masat e nevojshme për të ndërhyrë, tha ai. Masat përcaktojnë vijat e kuqe të përmbajtjes dhe sjelljeve, duke deklaruar se shërbimet nuk duhet të gjenerojnë përmbajtje që rrezikojnë sigurinë kombëtare, përhapin thashëtheme ose promovojnë dhunë ose objekte të turpshme.